Mirëmëngjes, nëna. Mirëmëngjes. Si u grive, mirë? Mirë atë keqen. Mirupafshi. Mirupafshi. Tjeta, Beni. Ja, tjeta. Në nëzore malin. Si I kalove këto ditë të fundit? Mirë. Po ju si dollët si vjetë? Qka? Pati ca thatësirë. E po bujësia këshu e ka, industri pa qati. Qalëm në organizim, thoj më mirë. Mirëmëngjes. O, mirëmëngjes e mirë sërë, Tjeta, mirë. Tjeti Gjanura. Mirë. A e ke parë gjatën Nuk e me kam petin? parë. Se u bëko pa na dërguar letën, da. Po janë të me punë ato, nure. Ju beft mirë. Falenderoj. Vajza mirini? Beni, s'kemi. Një paku biskotat lutem. E po? Hajde gëzuar. Gëzuar. Kur do fillosh punë? Të shoh. Të pushoj ca ditë. Kur të fillosh, hajde në brigatën tonë. Transport mezetor. Ose më mirë, merë ca mushkave. S'po të pëlqen, Nuk thash ju, pse? Jo, me që ke një vit shkollë më tepër se ne, prandaj. Atë punë e shkollës mos ma përmend po deshe. Më vjen të përcas për budallë ku që bërë. Leri ato që shkuan. Shiko ç'do bësh tani. E ç'do bëj? Si gjithë të tjerë dhe. Hajde gëzuar. Ku do punoj me ta? Që t'jeti gjami me që? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. S'pushove pak o baba. Po su qëndrove në kokë vendëm. U qlove birë. Po, Mirë të keqen nëna. vajta ndë nga këshilli. S'ka asgjë të re. Ato kërkesa që patën nga ndërmarrjet shtetërore, u kanë gjetur vendin. Qpati djali? Ja thash. Mos u mërsy, të keqen nëna. Ja. Do punoj si shokët e kooperativë. Atë keqen. Ty mos u mërsy. Baba, Mm. sigur dalin ande nga Tirana të Xhaxhaj. Ç'do të bësh atje? Ata janë kamp. Të shkoj ca ditë nga të motrat. Kështu bëjnë të gjithë tjerë të keqen ata kur vinë nga ushtria. O, do rrit bret fshatrave unë. Më mirë po dal nga qyteti, bëhet sa ditë plash. I është ngritur mendja keq për atë të shkret qytet. Edhe këta të këshillit. E po si thua ti? Ta shkretoj këtë shtëpi.
martesa lidhet me dëshirën e burrit dhe të gruas dhe mbështetet në ndjenjat e shëndosha të dashurisë midis bashkëshortëve. E pranoni për bashkëshortë e shokjen Eva? Po? E pranoni për bashkëshortë shokun Ramadan? Jo. E pranoni për bashkëshortë Ramadanin? Po. E pranoni për bashkëshortë e shokjen? Jo. E pranoni për bashkëshortë Ramadan Ferrën? Po. E pranoni për bashkëshortë e shokjen? Jo. E pranoni për bashkëshortë Ramadanin? Po. E pranoni për bashkëshortë e shokjen? Jo. Akoma nuk më smoteci në vjetë e bardha. Fal. Ç'të fal, të madhë të dreqit marë. Mirë është fillosh punën tani se do na futesh në gojë të fshatit. O Dani! Hajde, tatë, hajde, urdhëro. O Dani! Tjera Xhamalo. Jo tjeta, Jo, ftesë zoti. Jo Caci për kokën tënde, unë kam Hajde në shërbitje. Kemi bërë kërkesë lozim me kategorinë e tretë. Shko të keqen, na shko, mos ndaj nga shok. Hajde të t'jap në Po lëvizër. more Caci. Ti kujton se tër bota e ka mendje tek ekipi yt? Nuk është ashtu Xhamalo. Vet personalisht Shokulelu ka respekt dhe konsiderat për ekipin ton. Po ma ka thënë disa herë. Kemi ekip të mirë Xhamalo. Tani që u kthye dhe Dania do të jemi më të sigurt edhe në port. Unë pa bereqet kjo. Po pse mo Xhamalo? Kalojmë edhe kohën në mënyrë kulturore. Më më trego kulturën ti mua. Ke gjën qese. Përpiqemi për emrin e ekipit Xhamalo. Duhet të zëvend të parë në Spartakiat. Edhe se diskutoj. A një tjetër. Ditën e mirë. Dhe të vraskon sa nuk e shtrëngon puca. Hajde tani se u bëva. Jam mbaruar. Hajde biletat abonet. Shok qytetar, ju lutem lirojeni pak mezi. Po nga ne prisni t'ju edukojmë. Biletat? Nauri. Nauri. Tani nuk të vret më. Po.
duhet brenda. Dane, stërvitin e kemi lënë 5:30 sot. Do na vijë dhe kryetari. Këta të kryesisë janë shumë të interesuar. Kooperativa nuk ka nevojë për futboll, ka nevojë për punë. Po e mira vjen nga dalë. Po shkëlqyem në finale, do marrim pjesë takimi lokal të kooperative bujqësore në Vlorë. Caci, mos u lut shumë se i rritet mendja. Jepi Caci se mbaruam. Dale, prisni! Ore, po kjo çka që bëren si Kalias Disu? Dua beni dhe për tefin, kemi provat e estradës. E që pastaj? Po ne kemi edhe 3 rrugë për të bërë. Apo punon Kalja Tajgomari? Mos më keq kuptot të keqenurje. Kam urdhër nga këshilli. Më kanë ndruar ditën e konkurimit. Oho. Hajde beni. Nure, merrem dhe mua. Mos më keq kuptot të keqenurje. Hajde. Hajde për tef. Pastaj duhet të provoj një. Ç'të thot Nurja? Mirupafshi. Duku një nga darka. Beni, mos harro. E kemi lënë 5:30 shërbitjen. Po kam rëndësi kjo punë. Do të vi. Hajde. Ç'kjo ti të dy do të vi. Tundu Dane se u bën vonë. Kjeni pra mendjen, 1000 herë ju kam thënë keni mendjen. Disiplina artistike duhet jetë me rrep se disiplina ushtarake. Nga fillimi. Hajde vazhdo. Mbyllë moja Qytetarët mësuese janë. Po, ulet e kam ai mama. Ajo me fustan të kuq. Po ajo Bruni, Kurse ajo tjetra është ndihmës mjeke. Nuk e shikon si jemi bërë? Ka ardhur për disa muaj këtu. si quhen? Sikur na kanë. Mësuesja Monda, kurse ajo tjetra Mosa. Kanë gjartë të vllaj. Emrin e ka më të bukur. O Beni, hajde këtu. Rini në skenë, 1000 herë ju kam thënë rini në skenë, mos dim nga gjendja. Hajde. E po rinin s'ken, se na ikën autobusit. Po ata e fusin kokën, janë të liqë akmarë. Luft, mama. Kastet pas, kontradit e kohës. Mos më thuaj mësimet e shkollës këtu të gjove? Djalit po i lot mendja ti. O Dane. Po që bënë më? Ulu ati. Po na linit kryojmë. E po, na plasat shpirtin tani. Hajde, filloj dhe një nga fillimi. Mandjem po ja lozni ju. Qeni mbledhur mi kokë dhe ja morët frymën. Po rimo e rati, mbyllë më atë gojë se na çmendi. Oj kjo. Po si? Se jam kalamaun. Nuk kuptoj. Nuk i di edhe tek tiju. Dëgjoj këtu ti. Ju keni vënë kujin të gjithë. Dëgjoj mbyllë gojën të them se të vje atje edhe e dish të punoj apo jo. Qesh ajo ecur është. Nuk ka i thëtë kështu. Po çfarë janë? Kujdes, fjala me lëvizjen. Është plak 60 vjeçar. Ku lodhëm shumë sot. Sa do fitore? Ka për 6 muaj kursë. Dala shumë mos tuajti, se është që talentik. Po. E po që të thot Nuri atër? Që të thot Nuri? Ndoshta fiton dhe ti. Vatra e brega si të dojnë njeri. E di mirë ti Nure këte? Pas jo se de mirë. Po ne me këto probleme merremi 3 ditën. Rregullohet me këta të këshillit ti. Pastaj aty të gjen Nurja monologje e poezisë të rënditësh komisionin. Sa të thonë, aman bre Dane, kush të ka mësuar kaq mirë? Kush? Do më thëmë po e rregulluam me këshillin? Po. E ti do më ndihmosh Nure. Po. Prodhimi i qumshtit nga tufzat e brigadave është vazhdimisht në rritje. Në disa rrethe kjo rritje, në muajt e parë të këtij viti në krahasim me fundin e 87-s, është 2-3 herë. Mirëmbrëma. Hamor bir, si kalove sot? Me atë e stradë në vranë në punë këta. Baba, Natyrisht, prodhimi i qumshtit ka ardhur në qytetin një shkres për këta kurset 6 mujore. Që del nga këto kurse? Me kulturë. Si Nurja? Po kështu për gjejtë besa. Çka Nurja më shumë? Ku ta bisedonja njërë me ata të këshillit. Pa thuaj njërë kryetarit ti.
thuaj se të dëgjon ai ty. U takuam me shumë punonjës, rreth e Durrës, Tiranë, Lushnjë, Shkodër, Elbasan, Florë e tjerë. Disa i intervistuam për të sjellë mendimet e tyre, për të treguar arritjet. Punë e mbyllë rakma, mos e qaj kokën. Për kam zakon të zjatë së të gjera. Për ndërë, ja para 2 ditësh për colla njëre në kursin e gënetës. Ja tjeta... Brako, drejtori më duke. Që nga i shoqëruar, po do të aftonja. Ike për ndërë. Ju lutem. S'po e ndi s'ka ndodhë. Më falni, kam dëgjuar se po vini një dramë. Është një qik interesante? Shpresoj. Po do të ketë bileta. Patjetër. Sa të duash? Miru pafshim. Janë bërë qera te të më dhejnë këta drejtorët. E di si më tha. Ajde nga shtëpia ta bisedojmë. Mirë po, çdo shtëpi e ka një hall, a një gëzim. Te tjetri, duar poshtë nuk mund të vjetë. E më thuaj ti, vjetë duar poshtë e tjetri. Jo. Kur të zbresësh herën tjetër, me mat në kokë. Ç'keti? More po cigare kemi këtu ne? Kamarir 2 gente. Mbaj njërë, mbaj. Ja kësë gjë. Gjo, Dane. Gjo këtu. Të duhet më shumë punë. Arti s'bet pa mundim. Arti do sakrifica. Po ti ishte aqe let, ishin bërë të gjithë artist. Në këtë gjendje që je, e ke të vështirë të fitosh konkursin. Bravo. Kush e di se do jesh lodhur sot? Jo. I vazhdon provat për konkursin. Përpiqem. Nuri e shtot. Nuk është fort I kënaq. Po mirë. Mos dil nesër në punë, vazhdo provat. Po ti së ngrefare më birë. Ma. Natën e mirë. Natën e mirë. Në këtë gjendje që je, e ke të vështirë të fitosh konkursin. Por e jepi duarve mjaft tjetër. Dorini urta! Dorini urta po t'im bajtem 12. Tani se kam më frikën e tekstit. Tani shpirtinures duhet interpretim. Ja Monda, Moza, Beni kanë kuptuar thellë rolin. Çe do? Kto do na ikin? Ikin vlla, ikin talentet. Jo, Mondën do ta keni edhe ca kohë. Kurse mua s'më zë mua I tjetër këtu. Atere, për sot mbarua. Nesër mbasdite kemi prova të lidhura me orkestrën. Ta ruar orkestra.
Kurse mua nuk më zë mua i tjetër këtu. Nuk e kishte zënë gjumi akoma. Duhet ta martojnë. Me cilë? Pse edhe nuse nuk do t'ja gjej. Nga tjeta, doktores? Më ngrite shumë lartë. Unë injeksione bëj. Pikërisht. Të gjithë ju mburin për të thonë se keni dorën shumë të lehtë. Dorën e kam të lehtë, po pëllëmbën e kam të randë. Po ç'pate pse unë zeve, unë s'të thash ndonjë gjë. Apo po të fliste kështu ndonjë djalë qyteti me siguri do të bëjë qefi. Ç'na the? Sa nga ju të fshatit jeni edhe më të djallëzuar. Të djallëzuar? Unë i djallëzuar? E keni gabim. Unë edhe nëse kam ndier diçka. E pas ke mësuar mirë vjershën ti. Më dha zemër Shakespeare-i. Do dhe në vjesh tjetër? Pa ha? Femrat si trëndafilat janë kretë. Sa lulezojnë se pastaj u bjen gjethet shpejt. Çka? Nuk e recitove dha aq bukur. E po nga fshatin e doktoresh. Do mësojmë. Avash, avash. Vajzë që e dua shumë e ku ka më bukur por largohet sa afrohe muna që m'ka vajzë për plutu do t'prap nga dora ime se mori Këngë e bukur të pëlqen? Më pëlqen. E pa ka thënë Shakespeare, muzika është buka e dashurisë. O Malo, Malo, shiko mi qafë si të duket ajo vajza e kiqës për daldat. Ti ma tregon sikur do martosh mua me të. Pse e kthejnë kokën me njanë, moj Gjan? E po mjaft tani, nuk e kupton se ç'nxjerr nga goja. Jo nga goja, nga zemra, moj shpirt. Se di ma do të ligjërosh kaq bukur edhe përpara komisionit. Aty ta shojmë. Aq më tepër që do më mungoj dhe objekti frymëzimit. E mbërdhembjeje, mira tronditje që trupi për natyrës ta shëgon, ja një qëllim që duhet dëshiruar me gjithë shpirt. Dhe tani, esht, o e bukura, o feli. Stop! Gjon Nuren, nuk e keq. Mirë, po që të krijosh një përshtypje sa më të mirë, duhet që të rritësh nivelin e interpretimit. Për këtë, duhet që të kesh parasysh një mjet konkret, që ta shohësh e ta prekësh. Am kupton apo jo? Ti ke parasysh tragjedin. E pra, ti ke marrë një monolog të vështirë, një monolog që kërkon zjarr, një monolog që kërkon forcë të madhe shprese. Kur të recitosh ti, njerëzve duhet të ngrihen qimet e kokës përpjet. To be or not to be. This is the question. Me lartë zhvall të durosh, o besi gjeta fati të tërbuar, a të përbalosh një det të turbu helmesh, me armë e fund të japsh. Të vdeq, të flesh, andofta të ndërosh, tunget, se qëndra shojmë në të gjumë vdekjeje. Dhe tani, esht, o e bukura, o feli. Angjëll në lutje, më katet, mi kujto. Faleminderit. Mirë. Jo. Mirë. Që ketë? Po bëj prova. Kështu e do zanati. I dhe ratë se do të talli. Dreq.
Ta që lejtit. Na, jo atë të keqe, nana. Jo atë të jep nana tjetër. Keqe. E kam klosk më birë. Baje! Ashtë. Po ti që ke kështu? Ke haruar këtë mor birë. Po lera ata se nuk e dua se di uj, po ikë tani. Eto shoveret. Të vaftë mba. Anë mirë pafshë. Shëndetje i dashur. Ta në shumë korekt. Parënder njeri me kulturë. As ka ardhur vërtet me mend në kokë. Djali inteligent që i do lafet. Atë muhabetin e kopsitëm. Të rjerë kam qerasu dretorin. Faleminderit. Që i desh, që i arquar. O pa gjarë të vogla. Kur e ka në kërkursin? Nga ora 5 po në them vetë të qethem një. Qethu pësi, ka të bëjë edhe kjo. Unë dhe shkoj të drejtori. Pas një orë takojmë i të vandi. Miru pafshim. Edhe të gjo. Qetë. Fitore ne kemi në gjep. Mirë. Ashtu. Si vjet do dalim pa tjetër në kategorinë e parë. Shpresat i kemi të mëdha. Shtu ka thonë edhe shoku Lelo. Dëgjo. Jo, se e kam kushiri, po Lelu e nje shumë mirë futbolin. Është kompetent. Duhet stërvitje më vlla, stërvitje. Duhet kërkuar elemente talentuar i dashur. Për mendimin tim e gjithë e keqja vjen nga mbrojtja. Pikë si re. Mbrojtësit tanë janë portor edukat. Janë të but. Porta kërcënohet ata më luajnë palet. Pritet. Ashtu po? Hidhen pist. Portieri ju s'ka në hatje. Lelu atjema. Urdhroni shoku Lelo, urdhroni. Urdhroni këtej. Nuk Si kam duket ai kohë, Fjeraku, Dima. profesor. Mirë është mirë. Profesor. Këtej shoku Lelo. Eja, profesor. Ti je shpresa jon. Erdhe. Folun që kësi e kemi syrin si vjetë. Jemi mirë. Teknikisht një herë qëndrojnë lartë. Do t'isha i kënaqur sikur të kisha në sulm një lojtar agresiv, një që ta godiste portën. Se këta janë shpresa e ekipit. Pritor ti stiku tragedi ty. Në fillim do fuqizojmë sulmin, lojnë me krahët. Futbolli sot ndjema kërkon saktësi të padiskutueshme. Çdo pozicion ka rëndësi decisive. Zotësia qëndron atë që ti përshtatesh çdo varianti që përdor kundërshtari. Urdhroni. Tash vjen as çfarë. Shikoj që kemi nga çfarë. Hapë pa qenë. Na shikoj. Po. Emrin ju lutem? Ramadan Fera. Përgjegjësit e kulturës duhet të jenë të gjithanshëm. Jeni përgatitur? Po. Filloni. Po e nxjerr shishen e rakis pa pikë turpi. Ua! Ka monologun e Hamletit. Lëre, s'është nevojë. Me kë jeni përgatitur? Me nure. Aha. Filloni. Dhe zgjasim dorën nga makinat, shërbimet e herbekt. Mos u mërzit. Unë e madhe. Në base ju kam rënduar. Ke shpezuar shumë për mua dhe për motrët. Dhe unë që kam ndihmuar. Nuk
Bëhen llogarit kështu kur është fjala për fëmijët. Ç'është ajo? Baba, ka menduar të shkojnë atë shkollën 2 vjeçare të policisë. Ajo punë do durim dhe mënd. Mbase me emërojnë në ndonjë qytet. Pastaj me të parë dhe me të bërë. Ju marrë dhe juve me vete? Që është më mirë në qytet e di para te ju. Po ti mos e ki me rakonton. Ne I kalojmë ditët edhe këtu. Atë duam, të shikojnë ty mirë. Po këto punë nuk janë dhe aq të kollajshme. Sigurisht, po edhe ndonjë gjë të pamundur nuk shon në këtë mes. Edhe Xhaxhaj do na ndihmoj. Ai nuk ka gjë në dorë. I shkruaj një letër që sot. Do thonë fshati u vuri shqelmin prindërve. Rio, mama. Nuk shtyhet të rjeta me shat në dorë. Po pse ti kujton se ande nga do shkosh do hedhësh valle? Çdo zanate ka një luk herë më mirë. Ç'kemi Hamlet? Qetësi, Ofeli. Sa I lik që je. Nuk e kisha fort me qefat punë. Dane, do vish në prova. Të shoh. Ti se din moj zemra ime se unë nesër shkoj. Apo ti se din moj e shpirti. Shketi mos u mërsit, do t'i kaloj. Faleminderit. Miru pafshim. Ashtu. 1, 2, 1, 2. Nga dhe qoj hapit. Ashtu. Frymarje. Edhe një djema në e para. Ashtu. Hop. Grejë gjujt lartë. Ashtu. Më fort, më shpejt. Vështirë. Gati e pamundur. Si? E pamundur. Po ne kishim shpresa të mëdha. Xhaxha të lutem mos e lër me kaq. Po ik dhe lërë me rap. Jo, flas me djalin. Gjeva. Unë një djal kam. O malo, po nuk kam gjë në dorë. E di, po një shok ka, një mik ka. Se mos po kërkojmë të interesohesh për ministër. Polica dërbar. Bëj që ke në dorë. Të fala nga shtëpia. Baba, unë po kthej mirë këtë nga Nurja. Shko. Po fleme? Nuk merret vesh kush po fle. Unë që kam pasur për të thënë?
Ta kam thënë. Tani e ke radhën ti. Nuk e di. Nuk e kuptoj. Unë po pres. Natën mirë. Natën e mirë. Ne u përpoqim për atë që rrata qytet. Po këto punë nga njerë janë edhe me risk. Tani moshën e ke. Mirë është që të martohesh. Sa jemi dhe ne të rinj, do të ndihmojmë të rrisim ata fëmijë. Shtëpinë e kemi të mirë. Pak o borë ke, mbasem tutje ndërtojmë edhe një dom tjetër. Mire ka ju tatë. Fshati po ka vajza plotë. E qytetis bje poshtë. Nuk është mirë të ngatërohesh andaj mërbir. Nuk i njohim, nuk o dim zakonin. Kush e di si e sjell rasti? Jale. Mendohu mirë se martesa nuk është loj. Vajza si duhet pare jema në fillim. Që na gatërove deri në fshat më qup. U shoj të ndjemt këtu. Dino i zanata i. Jo. Nuk dëgjova atëre kur duaj. U bëre naze gjithë atyre rasteve. Ti mendon të sjellësh këtu? Sigurisht. A i prandaj dhe je shpartisur. Jo. A i më do. Si të rregullosh treqje, mori. Zanat jo, shkolli jo. Ku do ta i buk njëri gjanëm? Ku ta përplasësh? Po mua ligji më lejon, aba. Pastaj, unë kam të drejta tërheq. Mos jam unë e para. Prit, mos unë zito. Të pyesim një herë se ç'njerëz janë, pastaj vendosim. Se këtyre kollovarëve që po zbresin tufa, nuk ua kam besën. Ti themi Lelës. Të vemi bashkë. A e një e gjithandej. Pasë na rregullonoj makine, nuk së rollatemi poshtë për pjetë. Kam shumë arsa, do të mbresësh? Po. Damja. Fini, vajza mirë? Mirupafshim. Mirupafshim. E pas ke bërë pushim sot, e? Shiko, nuk është ka për shakak. Kam një të tëra që e bëj gjumin të trazuar. E pra ke për të më thënë gjapa? Në pas dite ti është këtej rotull. Do vi babaj me dajen. Pse? Për të parë ty. Në base edhe të pyesim. Shihemi në ora 6. Moza! Po mirë, po sigur mos u ambush syri. Po jam unë ajo që vendos. Mos fol ashtu, kemi nevojë për mbështetje. Nuk do të na mungoj. Profesor!
apo këta? E, po një autobus bosh do të na i bënde më të vështirë rrugën. Mirë thua. Halle kjo dunja. Kujdes, profesor. Po pse nuk vjen Rodane, pse nuk vjen? Po ty të mungon dëshira fare. Futbolli dy gjëra ka, pasion dhe stërvitje. Pa shi shokët, më shi shokët. Unë se kuptoj. Sa herë du të ta them këtë punë? Më kupton? O ca ti? Po lera o pse i lutesh? Se mos është më mirë Po se e ti më partitej. bën e ti, po duhen dy për tjerë. Dëgjoj tani, nuk të them më. Ata të presin. Mirë o tati, mirë. Më në fund. Mandi, aj. Dëgjoj, do shkosh te shtëpia e Danës e do marrësh rrobat e sportit, mirë? Mirë. Tu ngja tjetër vëllezër. Mirë se u gjetëm. Mirë se erdhe daj. Mirë se u gjetëm. Ne çka, si ke qenë? Babi mirje, lodhe. Mirë se na urdhërovat. Mirë se u gjetëm. Kam organizuar një ndeshje kontrolli Shokulelo, ja. O sa mirë, sikur ta kishim porositur. Është formacioni i bazë ky. Po. Ja, ai që ka topin. Shoku Lelo Pando ka ardhur të nderojë ekipin ton. E njohim. Them të drejtën, e mora me shumë dëshirë udhimin për këtu. Fshati i bukur u dak. E kanë menduar mirë ata shokët e komitetit që t'i zhvillojnë këtu gjysmëfinale. Ashtu Shokulelo. Se ne këtej nga terreni i kemi syt. Sa më masiv të bëhet futbolli, aq më tepër do të rritet cilësia e tij. E ardhmja e futbollit do parë tek më të rinj. Bile unë do të thosha deri tek fëmijët. Të krijosh ekipi zinxhir do thotë të synosh qëndrueshmëri, kuota të larta. Mendime të Futbolli po zhvillohet Mendime me shumë të ritme kudo. dyra. Është Të bëhet kompetent. qefi kur shikon se edhe këtu në fshat, interesimi për këtë sport popullor është kaq i madh. Mirë po, kërkesat janë në rritje. Prandaj edhe ndaj jush do të treguar kujdes. Dy gjëra kërkon futbolli djema. Pasion dhe stërvitje. Këtë punë do ta bisedojmë edhe me ata shokët e këshillit, po luani, luani. Për nder, Lelo, të kam zili. Dane. Dite krauim. Beni. Dubloj me skusha mbrojtje, dubloj. Po jo. E paski të mirë këtë portier. Si për fshatin. Po si djalë, si duket. I mirë është. I mirë. Më duke se ka trajtuar ca kohë dhe Dinamo. Ashtu? E pas ka trajtuar ca kohë dhe Dinamo. Po duket ai. Duket? Beni, jo Beni. U vrave? Kyqen ka pelivan, shumë i guximshëm. Është tepër elegant. Tepër elegant. Lelo, më duke se kemi në dorë të mbyllim punën e mimozës. Si ta mbyllim? Të marrësh atë, Ramadanin e ekip. Jenë vedet? Kështu i bëjmë shpet formalitetet. Se dhe ajo e kanë qef. Ka vendosur. Unë kërkoj asa. Po e bëjmë dhe ndër, është më tepër se një as. Duhet ta kuptosh, fundja ka sa gjëra që nuk varen dorën time. Lelo, mos më shit mua këto. Kjo varet pikërisht në dorën tënde. Ke 6 rezerva? Po. Le të bëj 7. Ky portier është talent i rrallë. E thash? Dëgjoj Kunat. Ti ke vetëm një motor dhe një mbes. Mos harro, se jot motor e ka kaluar një para i fakt. Unë e diçka mequr. O nure. Kutak, duhet bisedoj me ty për një problem tepër serioz. Si duket ty ky portieri? Merë. Mua më pëlqen. Djali talentuar duket gjënëm. Edhe me reflekse nuk është keq. Mirë. Që njëri është ky? Cili? Danja. Njëri shumë i mirë Shokulelo. Desha të them e kam fjalën është i qëndrueshëm apo jo? Po Shokulelo. Mund të ish një pikë shumë e fortë për ne mirë, po nuk ka dëshirë. Po familjen të mirë e ka? Mirë Shokulelo. E thuaj të mos turrin gjithë pas topit.
Duhet të interesohemi për atë njeri. Ja vlen, mos e diskuto. Shkoj edhe në shtëpi, që të marrim vesh se me njerëz kemi të bëjmë. Mirë. Unë nuk e kam zakon të nxitojmë, po rastet të shtynë, jo, të faleminderit, të nxit vetë. Herë them ta marr si portier rezervë. Po perspektiva e ti është e qartë. Sigurisht. Po t'i japi dorën Shokulelo. Shtu them. Njeriu duhet i shtrikë këmbët sa ka i organin. Unë kam besim. Tani i bëjmë ca zarar ekipit të fshatit, por kur është fjala për interesat e rrethit, apo jo tasi? Ju e dini Shokulelo. Ne na bëhet qefi kur dëgjojmë fjalë të mira për djalin. Vaj. Ti po i bëhesh kratin biri. Edhe mua më takon t'i them dy fjalë. The se nuk nxitohesh. Po unë qapas t'i di. Di ato të timbiri. Edhe ai është sa i nxituar. Sporti do të shtrojmë se bëjmë merak xhexhe. Apo jo të... Po, Shokulelo. Të let nuk e kemi, or jo. As ne, as ky. Po, shpresojmë të na vejmë barë. Gëzuar e mi se djeta. Po bërt me mira. Mirë se ardhët, Shokulelo. Gëzuar. Gëzuar. Që nga jam do të bje lirë. Po këte e siguruam, po të marim dhe portierin. Cilin? Ramadanin. Aha, Danë. Dhe të matë po i bëki. Ky do të marrë në qytetne. Do ta rregulloj. Mico, s'kemi? Hiq. Ja, po pres Lelo. Për para ca muajve shoku Lelo na sollot një yll të ri nga Durrësi. Pastaj një tjetër nga periferia e Fierit. Tani ylli i ri na erdhi nga fshati. Sa çuditshme kjo apo jo? S'ka asgjë për të çuditur. Puna për kompletimin e ekipit vazhdon. E di xhanëm, e di. Po si thoni, do na nxjerrin në kategorinë e parë? Kjo është punë tjetër. Djali është i talentuar. Ca kohë bile ka trajtuar edhe Dinamo. Ashtu? Po, ku do të më çosh? Po fol të lutem, mos më pengo. Do të nis miqën t'i bëj fetërimin. Do t'i rregulloj pasaportësimin. Ti e di që këto nuk zgjidhen pa i gjetur një punë do si do. E po mirë, ta çojmë në komunale. Di zanat ai. Ti s'di, do të punoj as sa punon një futbollist. Faleminderit, mirupafshim. Suksese, mirupafshim. Nuk më mend sa herë u godit portë ti. 30 herë. Është e vërtet? Plotësisht e vërtet. Ishte djali i guximshëm. Po, i guximshëm. Bëlte sa plenizone, që të lini pa mend të lini. Thonë që e ka trajtuar ca kohë dhe Dinamo. Ashtu? E pse se mbajti Dinamo? Pse se mbajti Dinamo kjo? Ma mirë që se mbajti. Mos i fryni kaq shumë gjërat. Nga fjalët e veprat, Kur dalim në të parën, atëherë do të diskutojmë bashkë. Se Shokulelo është betuar? Është trajneri i madh Shokulelo. Ashtu është. E nuhat sukses. Siç nuhat elementin e talentuar. Shokulelo është kompetent. Kjo është dhoma jo. E mora vesh është i mirë, po bjart tash ti. Ku shpat? Duhet më besosh është i mrekullueshëm, i shkëlqyer, si Koço Dinella në vakt. Në qo. E çu. Është interesuar dhe ka sjellur ekipit tonë. Po Lena na atë hambuk. Fol, mos më kurse. Çfarë do? Në më thuaj çfarë do? Nuk do? Doft mirë. Erdha. Ha.
Hajde gjithë. Hajde pra se do sërit. Po ik, Magda. Ti shikot në nderosh atje në portë. Pa këtë këtu, ta bën vllaç këtu, dëgjove. Hajde. Mirë, Xhaxha. Po, jam sistemuar. Faleminderit. Si? Ka mundësi të bëhet, ha? Po lere tani. Nuk fillohet shkolla nga e para. Dhe që kush e di nga ata flerojnë në fund? Jo, jam i kënaqur. U lodhe. Çka? Nuk e di se si ndje. Është mbushur qyteti gjithashtu e them. S'më pëlqen kjo zhurmë. Nuk e di. A do ta bëj dot? Po ç'pas ke kështu? Pse qenë ke trem? Ti në lumas shkëlqeve. U aty ishim si në çfaq. Këtu ndryshon punë. Që sot më ndetheva krahun. Po ti ki kujdes. Daja ç'thot? Më vuri përpara. Duanin më ndaloj. Unë që u lëndjerësaj më vërtet më tepër se gjithë të tjerë. E po për të mirën tënde e ka. Për të mirën tonë. Ky është ai portieri i ri. Lelu është zbuloj apo e mbesa? Enigmë është ajo punë. Urdhroni. Faleminderit. Shoqja, të lutem pa koleksionin e gazetës Sporti Popullor. Faleminderit. kalon cenga me nusën. Ke nga i shoku atje. Gëzuar, suksese. Ju lutem sa vajti ora? 3:30. Faleminderit. Do të nduhem prapë. Kam përshtypjen se ju qeshe. Jo. Po, të them të drejtën, jam disi habitur. Ju merreni me futboll. Po, stërvite me fitore. Shi gjatë çudit.
Kjo pra, që fini në bibliotek. Ndoshta e teproj, po futbollistëve s'para e bie rruga këtej. Aha, pas ka përshtypje të keqe për ne. Më falni, s'desha të pyej. Të dëgjuar e kam, po ca nga ju në vend të kokës vendosin këmbët mbi astaj. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Punaj buku ka në mami mua. Hajde të në nati, o s'birdi e në dëndë. Shaj gjyshi. Elmati, Marko, Rapi, Po kulluajna, kulluaj. Gaci, Punora, Ceka dhe Uku. Ekipi Mik Fitoria del në fush me këtë formacion. Në port Myrto, në mbrojtje. Po Danja pse nuk luan baba? Çangu, Është rezervë. Në mesfush. Ato në mirë. Jema mos harroni analizën për nesër. Po, mos e bëj merak profesor. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirupafshim. 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 U lodhe. Pak. Rrugë gjatë. U knaq daja me barazimin. Po. Pra ne. Fillova punë këtu. Vërtet? Po. Të pëlqen? Çuar gjë. Të shkon. Darkën e keni gati. Sporti do regjim? Nuk e mirë, ta dish. Vazhdo stërvitën më vete. Ti e di si të mora. Ore, ato llokumet e celebrimit, kur do t'i hamne? Kam biseduar? Po ha, derzisën bete hoteleve. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ajo copa ishte e mirë. Më je pak atë orën, të lutem. Tjetra. Të pëlqen? Mua më pëlqen. Po bisedoj një me mama. Faleminderit. Shakulelo! Si duke këta mysafirët? Ka në ekip të mirë? Jo, Kanë ndollesh një portë? Jo, sigurisht, a ish një talent me perspektiv. Mirë, po futbolli modern djema kërkon edhe stërvitje moderne. Edhe fantazi, mençuri, pasion. Sigurisht pasionet i nuk i mungon. Mirë, po edhe mitit nuk mundi të ndryllin me njerë. Në fillim do nxjerrësh këto. Pastaj këto, në fund fare llokumet. Mirë, mama. Që do? Se pyeti se sa vetë do të vinë. E po se pyeta pra. Po një 4-5 do vinë, besoj. S'do sjelli gjithë shapi. Asaj si dihet. Do të rritë në mbrojtje, do të sulmoni me kujdes Stelo në rjetë, hajde!
Mirë që më zure derën thuaj, po, ha? O malo, e tham ja. Ishte kështu, ndërhyrja shumë e bukur e portierit ton që e shpëton portën nga një gol tepër i sigurt. Lelo, banzire të rëndër shikojnë dalë. Zvishu. Si jam? Zvishu. Duket një mosmarrveshje midis tij dhe trajnerit Pandër, një farë hezitimi, ndoshta emocion, por spektatori e kupton këtë dhe përshëndet duke prohoritur Tane. Aksioni rrezikshëm i skuadrës kundërshtare, goditë dënimi në distancë rreth 30 metra, çaste kritike për portën tonë, gjuhetje e fuqishme. Kal. E mona derë, mjaftële. Po lënë tani se doham tjetëri. E mori korë. Shokulero! Oh, Shokulero! Shokulero! Así Shokulero! Perché portiere ne tale tua, se ne buscia il circuito! S'ka bërë stërvitje, se si djallë është i mirë, po, s'ka bërë stërvitje. Merë një bluz tjetër. Pra shpejt. Bo, u bë për turp i ziu. S'ka faj Kriqi, po ka faj Gomari. Do dëshiroj ati isha në vendin e ti. Mama, marim ato tjetër më të madhe. Po mi. Na sill ato tjetër. Për shëllime gjyqtarit dhe fund, një humbje thellë këtu në stadium. Do na vi Dania i mërzitur. Ai ishte i pastërvitur, mama. Daja i ka gjithë haj.